Një situatë e tensionuar është regjistruar në fshatin Samatic në bashkinë e Dimalit, ku është marrë vendimi për prishjen e një sere bujqësore në pronësi të shtetasit Qamil Oshafi. Në zonë mbërritën forcat e Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit të Bashkisë Dimal, të shoqëruar edhe nga efektiv policie për të zbatuar vendimin e bashkisë. Sipas këtij institucioni, objekti është ndërtuar në kundërshtim me rregullat, pasi duhet të ishte vendosur në një distancë prej 2 metrash nga muri i kanalit të një prone fqinje. Nga ana tjetër, pronari i serës, Qamil Oshafi, kundërshton këtë vendim, duke deklaruar se ka ankimuar vendimin e se bashkia nuk duhet të ndërmarrë asnjë veprim deri në shqyrtimin përfundimtar të çështjes. Ai thekson gjithashtu se në zonat përreth si Samatic, Drenovic dhe Kutalli nuk ka asnjë serë të pajisur me leje ndryshe nga sa pretendon bashkia. Oshafi shpreh se ka punuar për vite me radhë në emigracion dhe është kthyer në vend për të ndërtuar këtë serë si burim jetese. Sipas tij, ndërhyrja e paralajmëruar nga autoritetet parashikon prishjen e rreth 70 cm në gjerësi të strukturës, por ekziston edhe rreziku që të dëmtohet e gjithë sera. Ai shton se aktualisht në ser ka prodhim bujqësor me një vlerë të përafërt prej 50 milion lekësh, çka do të sillte edhe pasoja të rënda ekonomike për familjen e tij. Ka nisur konflikti për një mur që ka ndërtuar komshiu, ngjitur me serën time. Unë kam bërë kallëzim për murin, për lartësinë e murit që është 1.8. Edhe bashkia mirë që nuk e ndaloi, IMT e bashkisë mirë që nuk e ndaloi ndërtimin e murit, por më dërgojnë letra morë për prishjen e serës, se nuk është respektuar distanca. Në pas kanë nxjerrë ligjin, distanca e serës kundrejt kufirit nga udashka 2 metra, që asnjë serë nuk e ka. Edhe leje ndërtimi i serash nuk ka në gjithë zonën, asnjë serë nuk ka leje ndërtimi. Shembull, po bëhet vetëm sera ime. IMT-ja e di më mirë të pjesë sepse e lejoj një magazinë e një mur të ndërtuar pa leje, që duhet këtë leje ndërtimi, edhe vazhdon merren me plasmasat. Kjo është marrë me vendimin e IMT-s, jo të Këshillit Bashkiak, me vendimin e IMT-s, Bashkisë Dimal. Edhe mua më shkakton një temë rreth 50 milion lekë, sepse sera është në prodhim, si të shihni vetë kamera kap është në prodhim, dhe duhet të spostohet nga kufiri 2 metra. Unë jam një aktualisht nga kufiri, sa do të jetë në ndër poshtë në prish. Sera që ka ardhur deri në momente ka kjo serë që bëhet fjalë 300 ka marrë 20 milion lekë deri tani. Sera është në prodhim. Plasmasi, hekri do presin këta dhe prodhimi që është brenda vetëm 50 milion lekë. Dhe asnjë serë nuk ka leje. Çështja është në proces gjyqësor, është në gjykatë administrative. Edhe bashkia nuk e merr parasysh këtë çështje, vazhdon prishje. Ata duhet të heqin 70 tonë nga ndërtimi i serës nga bantieri, edhe duhet të heqin me kujdes sepse pjesë e kalojnë më të tuti nga 70 tonëshi, i bie që më bën dëm 5 milion lekë vetëm plasmas. Të gjitha serat në fshatin Samatic, Drenovic, në gjithë zonën përreth, janë të ndërtuara në tokën e tyre. Dhe nuk ka leje ndërtimi. Në moment që ne kemi ndërtuar, nuk na është kërkuar leje ndërtimi për të ndërtuar sera, sepse aty ulen 2 shtylla betoni, saltohen 2 hekë dhe jemi plasmasë të tërë. Për të mbuluar prodhimin të vjellin, ndimit të vjellin. Kemi punuar në emigracion, kemi mbledhur disa kursime, erdhëm, ngritëm serat për të vetë punësuar. I hodhëm këto serat dhe bashkia tani vjen në prish. Ndërkohë që situata mbetet e paqartë dhe ndërhyrja në 70 cm mund të rrezikojë strukturën e të gjithë serës edhe prodhimin, forcat e IMT-s së Bashkisë Dimal kanë ndërhyrë vetëm në heqjen e plasmasëve anësor rreth thues të serës dhe janë larguar deri në një vendim të dytë.